Përshëndetje, jemi bashkë në podcast, jemi në radar për të folur për një çështje globale që ka tërhequr shumë vëmendje, është pikërisht ai aksion që ndërmori Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Venezuelë dhe me arrestimin e ish-presidentit Nicolas Maduro. Me ne është njohësi i çështjeve ndërkombëtare, Dritan Goxha. Zoti Goxha, faleminderit shumë që jeni me ne. Ishte një aksion i beftë që ndodhi pikërisht në Venezuelë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i beftë sa i takon aksionit, por i planifikuar, duke qenë se kishte disa muaj që ata ndodheshin edhe në gjiret e Venezuelës. Si e pat ju, zoti Goxha, në aspektin e sigurisë gjithë atë aksion të SBA-s dhe më konkretisht të njësitit Delta, një nga njësit elitë të Shteteve të Bashkuara? Po nuk ka të bëjë çështja e njësitit, pra nuk është çështja e aksionit policor, është një aksion, ai është një veprim ushtarak, mori pjesë pothuajse gjysma e flotës amerikane, ishte vendosur atje për të bërë një aksion për të marrë pra ishte një si fitore e Piros, angazhuan gjysmën e flotës amerikane, 150 avion, 25 helikopter, gjitha të dhënat e tyre pa llogaritur paratet të tjera që ka harxhuar shërbimet sekrete për të blerë rrethin e sigurisë së Maduros dhe për të blerë edhe komandantë të nivelit të dytë ose të tretë në forcat armatosura të Venezuelës, në mënyrë që të mos aktivizojë asnjë niveli mbrojtjes kundërajrore të Venezuelës. Pra nuk ka të bëjë këtu me një njësi speciale ose me diçka tjetër. Kemi të bëjë me grabitjen e me pengmarrjen e një presidenti legjitim të një vendi sovran, me shkeljen e sovranitetit dhe integritetit të një vendi sovran dhe antar të OKB-s. Pra, ushtria u përdor në të rast thjesht si postier për të marrë një pako të cilën e kishte më parë para paguar shërbime sekret. Nga aspekti i shërbimeve inteligjente, ai ishte një operacion tepër perfekt. Në këtë rast, këto lloj operacionesh të tilla ku bëhet llaf midis bashkëpunimit shërbimeve sekrete dhe forca ushtarake, që janë operacione ushtarako dhe shërbimeve sekrete. Por baza ishte shërbime sekret. Pjesa tjetër pastaj nuk është thjesht show i cili mund përdoret për nevoja të brendshme politike, të jashtme, mediat kanë me çat merren me këtë punë, por nuk ishte një aksion ushtarak i aspektit të kapaciteteve ushtarake të përdorura kundër një kundërshtari ushtarak. Qartë, pra zoti Goxha, sipas jush, gjitha deklaratat që dolën më vonë 47 sekonda për të arrestuar ish presidentin e Venezuelës ishin gjitha në saj të një buje mediatike se sa një realitet që u zhvillua në atë aksion? Pra, kishte një fryrje në atë aksion sipas jush? E gjitha ka marrë 3 orë 20 minuta, që nga momenti që avionët janë ngritur nga aeroplan mbajtëse dhe helikopterët janë ngritur nga anijet ushtarake, e deri në momentin që janë kthyer sërish, komplet ka zgjatur 3 orë 20 minuta. Pastaj, ato që bëjnë mediat se e morën për 47 sekonda, për 57 e për 80 sekonda, to janë prralla të njerëzve të cilët nuk e kanë haberin se si funksionon asnjë nga ana e ushtrisë. Pra kur e gjitha ka zgjatur 3 orë 20 minuta, në 3 orë 20 minutë, pastaj ti mund të shkëputësh si puna e saj që juve nëpër media për shembull bëni një intervistë, pastaj shkëputni frazat e një interviste dhe nxjerrni 3 sekonda atje, 10 sekonda këtu, dhe themi që kjo është kryesore, ajo është më themeltore ose kjo. Ndërkohë që gjithë intervista ka pos ngjove intervista nuk më vesh se për çfarë për fjalë. Prandaj po them, komplet si operacion ushtarak dhe shërbime sekrete ka zgjatur 3 orë 20 minuta, pastaj ti mund të shkëputësh sa duar, 47 minuta, 47 sekonda, tu nuk ka asnjë vlerë në aspektin ushtarak ose në aspektin e një operacioni. Është thjesht mediatike për të përdorur si duash. Nga informacionet që kanë dalë deri tani, shërbimet e inteligjencës në Venezuela kanë pasur informacion për këtë sulm? Shërbimet e inteligjencës në Venezuela janë ato që kanë bashkëpunuar direkt me shërbimet e inteligjencës amerikane. Pra ka pasur një rrjedhje informacioni në këtë ka pasur edhe informacioni, ka pasur bashkëpunim dhe shitje. Pra rrjedhja e informacionit diçka tjetër, bashkëpunimi dhe tradhtia kombëtare diçka tjetër. Qartë, por në këtë rast me çfarë kemi të bëjmë? A është cënuar e gjithë situata në Amerikën Latine në këtë rast, duke qenë se zoti Trump veç aksioni pengmarrjes, mund ta quajmë si të doni, që bëri ndaj Nicolas Maduros, ka kërcënuar edhe Kolumbinë, ka kërcënuar edhe Kubën, ka kërcënuar shumë shtete. Jemi në një situatë rrezirash atje? Jo, nuk janë gjëra që mund ndodhin, këto kërcënimet e Trumpit. Trumpi është një narcizist i cili ka një ego të themur dhe normalisht që ka pasur përplasjet me presidentin e Kolumbisë ka nisur para 6 muajsh, kur presidenti i Kolumbisë ishte në një vizitë në Kombet e Bashkuara ku diskutuar për çështjet e Palestinës. Pra përplasja ishte që atje dhe nëse mbani mend presidenti i Kolumbisë i hoqën edhe vizën dhe u detyrua të largohej pa mbaruar sesioni i Kombeve të Bashkuara
pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës i hoqën vizën e qëndrimit në Amerikë, i cili ishte në New York dhe udhëtori, dhe atëherë ka filluar kjo përplasje. Pra janë përplasje mediatike që bëjnë me njëri tjetrin, por nuk ndodhin veprime të tilla. Pra ajo që ka ndodhur në Venezuelë nuk mund të ndodhi, as në Kubë nuk mund të ndodhi. Kuba është nuk është niveli i Venezuelës, nuk ka asgjë të cilën amerikanëve mund të interesojë ose mund t'i cënojë amerikanët në Kubë në këtë aspekt. Kuba është një vend i cili varet totalisht nga Venezuela, pasi për të mbijetuar Kuba përdorte naftën që jepte Venezuela dhe që nuk ja shiste, pra e jepte si ndihmë, pa atë naftë ai nuk mund mbijetoj, tash në rast se ajo nuk do ta marrë atë naftë, duhet gjej alternativa të tjera që do të jenë më të kushtueshme dhe më të gjata. Pra nuk ka asnjë mundësi dhe opsion për të përdorur opsionin ushtarak, ndërkohë që opsionet e tjera janë shumë më të lehta dhe vazhdojnë për inercitë asaj që ndodhi në Venezuelë, kështu që nuk ndodhin operacione të tilla më. Qartë, po nga ana tjetër Trump e justifikoi operacionin duke thënë që një pjesë e madhe e drogës që kalonte përmes Venezuelës shkonte më pas në SBA nga fentanili që vinte prej andej, kanë vdekur qindra mijëra amerikan. Ishte thjesht një justifikim apo realisht interesi i tij ishte për resurset që ka Venezuela si nafta, por edhe gurët e çmuar? Ajo janë thjesht justifikime. Shtetet Bashkuara të Amerikës pra kanë pasur këtë justifikime jo vetëm në Venezuela, edhe në 2003 që sulmuan Irakun, edhe më pas kur sulmuan Sirinë, edhe më pas kur sulmuan Kadafin që i vran. Pra gjitha justifikime mund të gjesh sa të duash, janë justifikime të cilat nuk qëndrojnë dhe deri më sot janë vërtetuar që kanë qenë të gjitha prralla dhe njështër, pra thjesht për një gjë të tillë pas 10 të vitit 2025, Kombet e Bashkuara kanë publikuar një raport për tregtinë e drogës dhe për rrugët e drogës. Pra Venezuela është një rrugë kalimi për drogën që vjen nga Kolumbia dhe shkon në drejt, po vetëm një rrugë kalimi dhe nuk përbën as 2% të drogës që shkon në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që është gjitha një prallë e sajuar për të gjetur një justifikim për të arritur për të justifikuar këtë që ka bërë. Por nuk qëndron. Nuk qëndron as çështja e naftës, sepse normalisht çështja e naftës aktualisht ajo prodhon një lloj nafte që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e përpunojnë dot, është një naftë bituminoze. Dhe po bëhet për $4, se është tjetër, bënte vetë të sporelet të gjitha burimeve të tjera natyrore që ajo ka, nuk bëheshin më, ishin vendetutje nuk do bëheshin më me dollar, dhe duke mos u bërë me dollar, atëherë kjo cënonte dollarin në këtë aspekt, sepse të gjitha vendet e tjera që janë sulmuar, ato që përmenda pak më parë, janë sulmuar për arsye se ato vendosen të dilin nga dollari dhe nuk ishin pjesë e bankës qendrore e cila kontrollohet nga çifutët, nga izraelitët dhe nga Rothschildët. Pra janë sisteme për çështje të sistemit bankar dhe për çështje të petrodollarit dhe për çështje direkte të naftës. Pra nafta vlen në këtë aspekt, po jo për Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat nuk e përpunojnë dot. Ato mund të marrin naftën nesër, po do ta shesin vendeve që e përpunojnë këtë. Por si vetë nuk e përpunojnë dot këtë lloj nafte. Zoti Goxha, ajo që tërheqi interes po ashtu ishte që nga truprojet që siguronin edhe jetën, le të themi, të Nicolas Maduros ishin të gjithë nga Kuba. Pse i kishte zgjedhur truproja nga Kuba dhe jo nga vendi i tij? Kishte dyshime edhe më herët ai njëjtë siç ndodhi që mund ta tradhtonin? Jo, nuk është se ishin gjithë nga Kuba, pra kishte pjesë e personelit shoqërimit të atij ishin edhe kuban. Pjesa më e madhe atyre kubanëve që ishin përveç një pjesë ishin pjesë e shoqërimit direkt, pra ajo quhet close protection, kurse pjesa tjetër ishin pjesë që kishin shërbime inteligjente në ndihmë të sigurisë të komplet çështjeve inteligjente që ata kishin. Kjo ka ndodhur, kubanët kanë ofruar këtë ndihmë në vitin 2002, u bë në Venezuelë kur ishte Hugo Chavez president, ndodhi një grusht shteti dhe ky grusht i shtetit e hoqi Chavezin 48 orë nga pushteti dhe pas 48 orësh me ndihmën e një grupi tjetër ushtarak dhe në ndërhyrjen e shoqërisë civile atje dhe popullit, Chavez arriti sërish ta rimerte pushtetin dhe prej asaj kohe për garanci të këtij pushteti, pra të këtyre, duke qenë se këta i përkasin atij grupit të revolucionarëve, pasi e mbanin vetë si Chavez, si Maduro, e kanë përfaqësuar veten dhe kanë deklaruar gjithkohë që i përkasin në krau të majt, pra e kanë përcaktuar si revolucionar të majt në Amerikën Latine. Normalisht Kuba, duke qenë se mban flamurin e revolucionizmit të majt, revolucionarit të majt në vendet latine, i ofroi atyre ndihmë të ndihmë të bashkëpunimit tjetër. Pra unë po t'jap siguri, po t'jap njerëz për të bërë sigurinë tënde, ti më jep naftën dhe këto gjërat e tjera për cilat ata kishin nevojë. Pra ishte një marrëveshje e tillë ndodhur prej vitit 2002 dhe për këtë arsye ata ndodhishin atje, por në grupin e shoqërimit Maduro nuk ishin vetëm kuban, pra ishin edhe venezuelanë edhe të tjerë. Qartë, po ashtu ka pasur paralajmërime edhe
ndërhyrja ushtarake që mund ndodhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj ishujt më të madh që njihet paktën prej nga territori në botë, nga Grenlanda. Kjo ka nxitur edhe reagimin e Danimarkës, duke qenë se Grenlanda është një ishull autonom me pak edhe historik danez brenda saj. Sa e mundur është edhe ndërhyrja ushtarake që SBA-ja mund bëj ndaj këtij ishulli? Të gjitha këto veprime pra në rast se do të bënte një ndërhyrje ushtarake, ai e ka ushtrin atje. Në çdo moment mund thotë ne e marrëm atë. Problemi është që duhet ta marrë nga ana administrative. Pra ndërhyrja mund të jetë administrative tashmë dhe jo ushtarake, se ushtria ndodhet atje. Duke parë të vendosmërinë dhe duke parë interesin e Trumpit dhe interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës që ato burime natyrore që ka Grenlanda dhe që janë të nevojshme për nevojat ushtarake amerikane, të cilat bëjnë bazën e nevojave ushtarake amerikane, janë disa burime natyrore, metale të çmuara, të cilat aktualisht për nevojat ushtarake i blen nga Kina dhe nesër ka vendosur që mos i blerë nga Kina, atëherë duhet ta marrin në kontrollin e vet dhe ishu ta ketë ajo në kontrollin e saj. Pavarësisht se gjithkush mund të thotë që okay, jemi aleat, por aleancat janë jo të qëndrueshme, por aleancat mund të prishen në një moment të caktuar dhe ti mund të humbasësh atë garanci që ti mund t'i marrësh këto burime për nevojat e tua. Pra nuk bëhet llaf për nesër për pas nesër. Perandorisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra superfuqitë e mëdha si Shtetet Bashkuara të Amerikës mendojnë për 50, 70, 100 vitet e ardhshme dhe jo për 5 ose 10 vitet e ardhshme. Po nga ana tjetër ka pasur edhe një reagim nga kryeministra daneze e cila ka thënë se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmarrin këtë veprim ose ndërhyrje ushtarake që ju thatë nuk ndodh duke qenë se ka dy bazat e saj atje në Grenland, por edhe administrative, kjo do të synonte edhe shpërbërjen e NATO-s ta ajo. Ju e shikoni të mundur? Jo, NATO është një organizatë e shkrijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbahet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë pjesët e tjera në këtë organizatën e NATO-s janë thjesht vasalë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe ushtarë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Çdo lloj veprimi që ndodh në NATO, që nga komanda qendrore e NATO-s, e cila ndodhet në Mons të Belgjikës, edhe është amerikane dhe është në bashkëpunim me komandën amerikane për Evropën. Pra janë në një godinë, janë të njëjtët komandant, të njëjtët zyrtarë. Dhe çdo lloj dokumenti që prodhohet atje prodhohet në anglisht dhe dokumentat e para që prodhohet kanë shënimin no for. No for do të thënë no for forings. Pra nuk i jepen të huajve dhe janë amerikanë që vendosin që a do t'i japin këto dokumenta aleatëve të tjerë të NATO dhe cilit aleat i japin. Aktualisht NATO, që kur është themeluar deri më sot, funksionon vetëm se aty janë amerikanët dhe e mbajnë amerikanët. Se del nesër Danimarka ose se del Shqipëria, kjo nuk e prish NATO. NATO e prish vetëm në rast se prej NATO-s dalin amerikanët dhe s'ka më NATO. Për sa kohë amerikanët nuk dalin në NATO, dhe çfarëdo veprimi që të bëjnë, NATO do të ekzistojë. Do të ekzistojë nesër Danimarka brenda NATO-s apo jo, kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie. Pra nuk e cënon NATO në këtë aspekt asgjë. A jemi drejt një rivendosje të re globale? Jo, nuk jemi drejt një rivendosje të re globale, është ajo, pra Kina është rritur dhe është bërë superfuqi, amerikanët po e kanë kuptuar dhe po e shohin dhe po e pranojnë që Kina është bërë një superfuqi, sepse aktualisht sot nuk bëhet llaf për çështje superfuqive ushtarake, por bëhet llaf për çështje superfuqisë ekonomike. Dhe Kina është bërë një superfuqi ekonomike e cila po cënon superfuqinë ekonomike amerikane dhe secila palë po mundohet të garantojë në këtë aspekt të ardhmen e vet për 100 vitet e ardhshme. Pra, Kina pothuajse 90% të materialeve të rëndësishme të botës i ka në territorin e saj dhe nuk kanë nevojë të marrë diku amerikanët, duke mos i pasur kërkojnë që t'i fusin to nën kontrollin e tyre duke pasur territorin e tyre. Pra, secila palë po garanton të ardhmen e saj 100 vjeçare ose 200 vjeçare si superfuqi. Qartë, si e shikoni të gjithë situatën globale sot? Ju mendoni që po krijohen dy fronte, duke qenë se është nga njëri ka Kina me forcën e saj dhe superfuqinë e saj si ushtarake ashtu edhe ekonomike, dhe nga ana tjetër SBA-ja që ka pësuar një dobësim, por nga ana tjetër do që të ndërmarr këto hapa për të qenë në të njëjtin hap me Kinën, kështu e shikoni? Po absolutisht, kjo ka kohë, kjo ka pothuajse që kur ka mbaruar lufta e ftohtë, është bërë kjo për arsye se globalizmi e shkatërroi totalisht superfuqinë. Dhe me ufutjen e globalizmit, automatikisht Kina filloi u bë superfuqi ekonomike, sepse gjithë bota për shkak të krahut lirë të punës i çoi gjithë teknologjinë e vet në Kinë. Dhe kinezët çfarë bën? Për 20-30 vjet e morën këtë teknologji, i mësuan gjitha sekretet e kësaj teknologjie dhe tashmë ata, duke përdorur gjitha teknologjitë e botës, evropiane, amerikane, ruse, tajvaneze, çdo gjë tjetër, kanë krijuar një teknologji e tyre e cila po të që është më superiore sa pjesa tjetër, sepse kanë bashkuar gjitha ato teknologji bashkë. Dhe kjo i bëri ata më të fuqishëm. Pra,
Në momentin që u bën më të fuqishëm, Kina filloi që para pothuajse 20 viteve, filloi ekspansionin e saj ekonomik dhe para 20 viteve Kina filloi me ekspansionin e saj ekonomik duke krijuar atë të krijojmë sërish idenë e rrugës së Mëndafshit dhe filloi lidhjet e rrugës së Mëndafshit që në atë moment, domethënë që Kina u paraqit si një fuqi ekonomike dhe po vazhdon si fuqi ekonomike. Por Rusia në këtë rast, çfarë roli po mban? Rusia është një superfuqi rajonale, nuk është një superfuqi botërore, një superfuqi rajonale është në bashkë me Kinën përbëjnë atë pjesën tjetër të krahut të dytë. Pra kemi njërin anë e mbulon Shtetet Bashkuara të Amerikës, kurse njërin anë e mbulon Kina me Rusinë. Të dyja bashkë, Kina dhe Rusia janë në të pjesën tjetër. Pra, cila veç e veç, Kina ka fuqinë ekonomike dhe diplomatike në gjithë botën, kurse Rusia nuk rezonon dot dhe nuk shpërndan dot fuqi ushtarake dhe fuqi ekonomike në të gjithë botën, sepse nuk i ka ato kapacitete. Por bashkë me Kinën arrin që të mbajnë pjesën tjetër të botës në këtë që sot i themi BRICS ose që quhen Global South, po që në vërtet dikur konsideroheshin vendet e treta. Qartë, zoti Goxha, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë, faleminderit shumë për gjithë analizën tuaj dhe shpresojmë shumë që mos kemi trazira kudo në botë. Përveç se këtyre që janë aktualisht, të tjera nuk ka për pasur, ato kanë për të qenë të vogla, kanë për të qenë rajonale, po jo ndonjë përplasje globale. Qartë, faleminderit shumë.